Ashtu si kundër televizioni 6+1 Vlora informoi disa kohë më parë, Bashkia e Vlorës ka bërë tashmë zyrtare aplikacionin Vlora Ime, një aplikacion i cili do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve të Vlorës, por jo vetëm, edhe pushuesve, turistëve vendase të huaj që do të vizitojnë qytetin. Aplikacioni Vlora Ime po bën përditësimin e fundit dhe shumë shpejt do të jetë gati për të gjithë qytetarët e Vlorës, ndërsa lajmi është konfirmuar edhe nga kryetari i bashkisë Elisa Lili në faqet zyrtare në rrjetet sociale. Sipas kryebashkiakut Alili, aplikacioni do të shërbejë të gjithë qytetarëve, por në veçanti edhe turistëve, vendase të huaj që do të zgjedhin Vlorën për të kaluar pushimet verore, por jo vetëm, që do ta vizitojnë qytetin në 12 muajt e vitit. Në këtë aplikacion, të gjithë do të mund të gjejnë atraksione turistike, parkimet dhe mobilitetin, informacion mbi rrugët, aktivitetet dhe atraksionet kulturore. Por me rëndësishmja, do të kenë mundësi të raportojnë çdo gjë që duhet rregulluar në qytet, shpejt, më lehtë, direkt nga telefoni juaj. Tashmë aplikacioni është drejt përfundimit të përditësimit të tij dhe shumë shpejt do të vendoset në funksion, duke i shërbyer kështu Vlorës në të gjithë qytetin, por edhe në 4 njësitë administrative. Aplikacioni do të jetë në dispozicion jo vetëm të qytetarëve të Vlorës, por edhe të banorëve të njësive administrative Orikum, Shushicë, Qendër dhe Novosel. Çdo kush do të mund të raportojë problematikat që mund të asë në zonat e tyre, por edhe të japë sugjerime të ndryshme për zhvillimin e mëtejshëm të qytetit apo të zonave rurale.